Mirë se po takohemi në përurimin e këtij projekti të segmentit të rrugës kryesore Prishtinë-Mitrovica. Projekti është realizuar në 2 vite dhe përfshin zgjerimin e rrugës në 4 korsi, pastaj ndërtimin e bypassit 4.4 km jashtë trasesë ekzistuese e që kalon në për 7 fshatra dhe gjithashtu ka të ndërtuara edhe 8 nënkalime, 3 mbikalime dhe 1 urë. Ky investim prej 25 milion euro me gjatësi prej 9.6 km është realizuar në bashkëpunim të institucioneve tona me fondin Saudit për zhvillim, si dhe fondin e OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar. Për çfarë i falenderoj për mbështetjen dhe kontributin e tyre të çmuar. Kjo nënkupton më pak kohë në trafik, më shumë siguri, qarkullim më të lehtë dhe lidhje të reja të cilat bashkojnë edhe më shumë tër rajonin verior të vendit ton në Republikën e Kosovës. Ky projekt, siç e tha kryeministri, 9.6 km, 25 milion euro, që është një rrugë jashtëzakonisht moderne që ka drenazhim në gjithë rrugën me 4 korsi dhe po besoj që lehtëson qarkullimin dhe ofron siguri për këtë qytetarët që qarkullojnë këtë rrugë. Dhe për këtë ne duhet i falenderojmë donatorët, pra që është Fondi Saudit për zhvillim dhe Fondi OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar, për bashkëpunimin e tyre dhe po besoj që lojmi i mirë që sapo e dha kryeministri, që është marrëveshja ndërkombëtare që fillon pjesa tjetër e rrugës 5 Mrekonicës në Mitrovicë dhe kështu do të kemi një 4 korsi pej Mitrovicës deri në Prishtinë.